Një ekip i Europol ka zbarkuar në Tiranë, ndërsa në qendër të vëmendjes ka qenë lufta ndaj krimit të organizuar dhe hetimi pasuror. Sipas informacioneve zyrtare, delegacioni i Europol përbëhet nga Departamenti apo Qendra për Krimin e Organizuar dhe Krimet e Rënda, i kryesuar nga drejtuesi i Njësisë kundër Krimit të Organizuar, i shoqëruar nga zëvendës drejtuesi i ekipit për organizatat kriminale me rrezikshmëri të lartë në njësinë e krimit të organizuar. Në takimin e zhvilluar me drejtues të policisë së shtetit, diskutimet u përqendruan në prioritetet e bashkëta, si edhe në implementimin e strategjisë së re të policisë shqiptare kundër krimit të organizuar, zhvillimin e hetimeve proaktive të bazuara në inteligjencë dhe shkëmbimin e informacionit me Europolin dhe me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjithashtu hartëzimi dhe goditja e organizatave kriminale të profilit të lartë me lidhje ndërkombëtare, përfshirja e strukturave në prioritetet dhe planet operacionale të Impact 2026-2027, si edhe forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimit mjedisor, trafikimit të lëndëve narkotike, trafikimit të qenieve njerëzore dhe lëvizjes së kundërligjshme të emigrantëve, ishin të tjera çështje të diskutuara. Gjithashtu gjatë takimit u trajtuan koordinimi i hetimeve paralele, zhvillimi i hetimeve pasurore, si edhe mbështetja teknike dhe operacionale që do të vijojë të jepet nga Europol për procedime konkrete që janë në ndjekje. Vizita e zyrtarëve të Europol në Tiranë vjen në një kohë kur organizatat kriminale shqiptare konsiderohen si mjaft të rrezikshme, veçanërisht për trafikun e narkotikëve, por edhe mënyrën e organizimit të tyre. Pavarësisht disa operacioneve të SPAK-ut dhe Byros Kombëtare të Hetimit, me ndihmën apo bashkëpunimin e partnerëve ndërkombëtar, ka rezultuar se ka pasur një rrjedhje informacioni, çka ka bërë që ata që konsiderohen si drejtuesë organizatash apo njerëz me influencë në rrjetet kriminale të shpëtojnë prangave.